Imagjinoni qytetarin si një pacient, ka dy alternativa. Një mjek që pak a shumë e di zanatin, por është i korruptuar, dhe një mjek tjetër që s'është i korruptuar, por s'ia thot fare nga zanati. Ka gjas që pacienti shkojë më mirë te mjeku i korruptuar, se thot do marrë 100.000 lekë, po të paktën do shpëtoj jetën, sa te ky tjetri që mund të mos i marrë asnjë lek fare, por e palos në vend. Dhe një nga arsyet pse unë besoj ne kemi bërë shumë mirë që kemi punuar këtë vit për programin e lëvizjes bashkë, kemi angazhuar 40-50 studiues në mbështetës tanë, është që tashmë ne kemi bazën. Pra, kemi programin, kemi edhe njerëzit kompetent. Dhe duke ja bërë të ditur qytetarëve, këto qytetarë do na votojnë shumë më tepër, sepse do thonë, po këto janë ndershëm, po këto janë guximshëm, por kanë dhe një tipar që partitë e tjera, sidomos partitë e reja nuk e kanë fare, që është kapaciteti për të qeverisur. Pra ti të kesh njerëzit dhe idetë për të qeverisur. Pra ne duhet të jemi gati që nëse në 4 të mëngjesit populli na thotë, ju do merrni frerët e ekzekutivit dhe legjislativit dhe themi jemi gati.